Skuadrat me gjenjen optimale, më futbollin produktiv që kanë këto javë të fundit. Nuk ka të bëj as pak vendi parë, vendi tret, që janë në pas 18 javëve kampionat. Dinamo, për mendimin tim, prodhon lojën më të bukur të momentit, futbollin shqiptar, ndërkohë që Egnatia është më pragmatike, është më cinike, ditë të marrë rezultate, tregoi edhe pak javë më parë në kampionat, teksa mundi pikërisht në kryeqytet i mori 1-3 pikësh dhe katapultoi. Me që jemi këtu, kemi dhe statistikat. Janë 15 fitore për Egnatian, 10 barazime, 5 fitore për Dinamo. 37 gole shënuar, 19 pësuar nga ekipi Dinamovit. 37 ka shënuar Egnatia. Po, dhe 19 gola Dinamo. Flasim për statistika me këtyre dy ekipeve, sepse profesor Zhupa e di mirë, Dinamo vjen pas një periudhe gjatë në kategoritë parë dhe vetëm në erën e Ilir Dajës, Dinamo ringjall totalisht dhe fitoi një kupë vjetë, si vjetë po bën futboll atraktiv, futboll të shpejt, cilësor, ndaj thash që... Kush ekip më i mirë? Për momentin është Dinamo. Ekip më i mirë? Po, më disiplinuar, me detyra taktike, sipas meje, është Egnatia. Po tabela klasifikimit... Po s'do të thoj gjatë tabela se edhe Egnatia pati disa... Pa e ravi direkt tani Egnatia Dinamo? Po nuk ka rëndësi... Se s'ka më rëndësi tani? Po s'ka rëndësi, sepse është i finali për të luajtur nesër, është një merkato përpara, janë 2 ndeshje të tjera që do të përplasën të dyja skuadrat me njëra tjetrën, edhe Deomos... Egnatia ka trajnerin më të mirë në Shqipëri, që u zgjodh tani trajneri më i mirë i vitit. Dinamo se ka këtë? Tashi, ma bën mu këtë pyetje. Për mu, trajneri më i mirë në Shqipëri, për momentin është Ilir Daja. Dhe futbollisti top PR që do të si pas Federatës Shqiptare të Futbollit dhe vendimit... Ore, si pas me, jam pyetëm... Ore, dakord. Si pas me... Po ne po bënim analizë në ekipeve, dhe unë thash një element shtesë. Trajneri më i mirë nuk i heq as një presje Tetovës, se ka dalë kampion, ka marrë 5 trofe vitit e fundit. Po, për momentin, dhe si pas me, duhe kap në gjithë e curin e një kampionati, unë mendoj që Ilir Daja ishte trajneri që... A mendoj kështu, Ditmar, një sekund, Ditmar. Për trajnerin apo për... Fillojme nga trajnerës e trajnerë je vetë. Je flit njerë për kolegët, se ju keni frikë flisni. Jo, nuk ka lidhje frikë. Unë po të flasë për Ilir Dajën, Ilir Daja është trajnerë që është i sprovuar, por në qëse du të jemi realist dhe me këm tokë, për 2 sezonët e fundit, trajneri më i mirë është Ilir Tetova. I shufis me ndonë kështu? Trajnerit i japin drejt rezultatet, trajneri më i mirë është pall Ilir Tetova. Kështu që Edlir Tetova, se ne unë i them Liri. Po, Edlir. Se kur the Ilir Tetova më duke Ilir Daja, mendojnë që Ilir Daja është më i miri. Gjithashtu, e thash pra, për 2 sezonet e fundit, që se flasim pasaj për Dajën, dje që Daja është trajner jashtëzakonisht shumë i suksesshëm, por... Për këtë sezon? Për 2 sezonet e fundit, është Tetova. Momentalisht a i duku në sklidit më zotëri tani se po më lumën tani pak duket mos ka patur 2-3 mungesë pa i duku në sklidit ekip kërahat ke parasysh tani dakord profesor Dajas nuk e heq njëri meritat sepse ku ka shkuar ka bërë zakonisht shumë mirë po tani ne nuk flasim fare për Tetovën dhe tani Edlir Tetova ka 2 sezone dhe nuk trumbetohet fare në mënyrë shumë minimale. Tetova ka një ekip... respekt për Tetovën. Jo, tani t'jemi realist. Tetova ka marrë një ekip që nuk është Dinamo, nuk është Partizani, nuk është Tirana, nuk është Vllaznia. Ka marrë një ekip si Egnatia. Në bashkëpunim me presidentin Demrozi dhe drejtorin Zenelaj, që ka bërë... Më thuj çik për këtë personazh që ka dëgjuar shumë. Drejtori Zenelaj, do thoja, është... Ja ti them regjis mos më gjej një foto të... është njeriu që bën çdo gjë në perfekcion. Çdo lloj lëvizje që bëhet në merkato, të gjithë to futbollistë... Si e ka? Klejdi Zenelaj. Klejdi Zenelaj, mos e gjen regjia, ju lutem. Të gjitha këto lëvizje që ne shohim, të gjitha elementin cilësor që ne shohim tek Egnatia, kalon tek dora dhe zgjedhja e Klejdi Zenelaj. Dhe sot ne... Ka një sukses me shgënjeri? Po tani, dëgjoj, nëse ne flasim që Demrozi... Këta albaneza, kush e gjeti? Tetova apo... Zenelaj. Zenelaj? Ky punon? Zenelaj, pa ne po them, është trinomi.
Demrozi, Zenelaj, Tetova. Demrozi ka lekë të burë, po kush i vjen... Dakord ka lekët, po ai Tetova i trajnon, ky i gjen. Jo, ka një Jo, mos u ngatro, jo, duhet ngelesh në çik, lutem. Bazë asaj që un kam informacion. Çfarë është ky Zenelaj? Zenelaj është drejtor. Ky është nga qyteti Kavajës. Edhe Demrozi është nga qyteti Kavajës, por njohuri që ka Zenelaj në aspektin e drejtorit të klubit. Ka punuar në parë në vend tjetër? Do thoja janë... Ka punuar në vend tjetër? Ka qenë dhe Besa Kavajës. Që të Besa, është personi ka sy, ka njohje, ka... Ku di unë? Ka jashtëzakonisht shumë sy, dhe do thoja në 10... Studion, shikon futboll tërë ditën. Patjetër që po. Në 10 goditje që ka pas tek Egnatia, e thëmë me bindje që 8 kanë qenë goditura. Po pse ky që ka ajo formullari që prodhon shitjet... Çdo futbollist Zenelaj, ja? Ky që ka si iglitaret e Milani. Por në Shqipëri... është i iglitar, ky është më i miri, drejtori sportiv më i mirë? Po t'ishe Tefik Osmani, do ishe kokë në kokë, bashkë me Tefikun. Por... Tefiku e la, Tefiku e la dhe shkoj tek u bë pjesë... Ky është tani? Ky është Ledi. Po, ky është Ledi. Ledi, ja? Po. Jashtëzakonisht shumë i përgatitur. Po ti e je? Po patjetër që po. Po do ta bëj ndonjë intervistë kështu tet-a-tet, se duhet i bëj ca pyetje për Ledi në radhë parë është një njeri model. Po. Qase flasim pastaj si drejtor nuk ka nevojë shumë për komente, po është një njeri model. Domethënë është mendja Merkatos, ë? Është drejtori është... Po sa merr ti? Ata janë... Te Rroga nuk e di. Sa ka Rroga? Te Rroga nuk e di, po... Personalisht po ti jem president, doja kisha dy fishu. Po ti ishon president, si Demrozi, doja kisha dy fishu kontratën. Me punën që ka bërë, me rezultatet që ka arritur. Zhuba. Atëherë, dalim çike pjesa teknike. Trajneri nuk mund të thuhet trajneri mirë ose trajneri. Por këtë për Zenelin. Pra do ta dalë ke ky do ta. Njëti personalisht? Jo, nuk e njoh personalisht, po. Ja, pra një sot, prandaj duhet të jesh në emision që ta njohësh. Si personazh. Sepse problemi një minutë. Ai vetëm flasim për trajner. Ore, problemi më i madh në Shqipëri, e di kush është? Problemi më i madh në Shqipëri është që ne nuk kemi menaxher të futbolli të mirëfillt, ata që menaxhojmë. Pse bëhet luftë e madhe? Lazio, Milan, iglitare, menaxherë tjetër që drejton gjithë. Këtu blejnë 10 lojtar, njëri fut 3.000 këtu, tjetri fut 2.000 këtu, tjetri menaxherit i ndaj këtu me trajnerin, dhe i shkon fatura presidentit 15.000 dhe ai lojtari vjen nuk luan as i ndeshje. Qofse nuk ka integritet drejtori sportiv dhe menaxheri, është një problem i jashtëzakonshëm në ekip. Dhe rastet tilla që janë suksesshme, si rasti i Zenelit, Zenelajt, është fantastike dhe unë duhet t'i mësoj. Nuk duhet kornja zhube, nuk duhet fare as teknika. As për teknikët, as për gjë. Ne nuk kemi drejtora sportiv, zotri. Tirana e ka vujtur, Tirana e ka vujtur. Diçka aty, në lidhje me Zenela dhe me Tetovën. Qofse këta nuk kanë një kimi të përbashkët me njëri tjetrin. Vërtet. Tani kjo është kryesorja. Ta mendoj... Po zotëri, drejtori sportiv zgjedh trajnerin. Po pra. Iglitare mori Allegri. Trajneri... Ne fillojmë mbrapsh, marrim lojtarët, pastaj marrim këtë, pastaj marrim këtë. Po çoj deri në fund logjikën. Po spati kimi. Atëherë ky drejtori sportiv. Po su morën vesh. Ai ky nëse nuk i jep okay trajneri, president, po letra, presidenti institucion tjetër. E kuptoni të ne blejmë lojtarin pa marrë trajnerin, pa zgjedhur drejtorin sportiv dhe pastaj vin ata. Tani letë se dy Altin, ta çoj deri në fund logjikën se ma preve. Atëherë kush është sekreti i Ignatiës, me sa shikojnë. Këta kanë pas një projekt afatgjat. Dhe projekti nuk ka filluar sot me nesër, po ka qenë i shtrirë në 3 ose në 4 vjet. Presidenti është një tip i qetë i cili nuk